Ta kemi miqësor se këtu... Na bukoni një tavolin tek... Tek reshti parë ty. O Miki. Normal ti korekt si gjithë. Po kjo supa është shumë Sa të marrë një bëjash, jakin? Nuk isha unë dhe hiq. Rova. Amor ishte një anxhelet të mbrëm. Pa i zoti, kush ziheshe në 5 mjesit e burë? Gjibon e një gjova që po ziheshe. Gjiboni, Jozi, fillimisht, atër kalum këtu, se erdhi dhe Gerta. Gjibani me Jozin. Atër erdhi dhe Gerta, për dënë mendimin e saj. Atër erdhe që, ha? Nuk erdha unë, Gjeni, unë isha me Gjibanin, erdhi Gerta. I thoni mirë gjërat e burri dhe otë. Se me thënë drejtën unë gjeta këtu. Unë i them si i shof. Si shef ty? Që i shof? Po ashtu e pauzë më... Sa gjeni situatë, vjet. Si? Sa shef që përboti situatë, vjet direkt. Po nuk erdha më njeri, unë isha me Gjibani, Gjibani më qoj nga krevati. Si erdha? Ti po flet për në orën 5, jo për në 3. Po pra për në orën 5. Unë isha me Gjibani, kisha 2 orë, isha kila materiami, Lori. Po, më besoj kur është futur ky, nuk ka parë që ti ke qenë. Për te guzhina. Po pra, po së shfaji, mos dalin ato pralla, pse flet pralla para kohë? Sepse Gerta Po thua... sepse kështu e pa, Gerta qohet edhe vjen. Qa është ky konstatim që bën kështu? Qohet edhe vjen. Unë isha me Gjibanin. Atë gjë që ka ndodhur dje, Gjibani mua më tha, Gerta, je zgjuar? Po. Dhe më thëriti. Hajde pak se do the një gjë. Qa faj ka mund këtu tani? Se bërtet, më qa ke? Po mirë pra, mos di në konkluzioni për pare që është kjo, sepse Gerta futet. Ku futet mund këtu? Ku do? Po pra, për kur tjetëri të thërret, si futet mund? Je ti tu fut ku do, ti ku je këtu ti, okej, dakor. Po them për këtu unë, po them për këtu se isha aty. Ku je ti këtu? Te gjithë situata e Jozit, Gjibanit dhe Danjes, ti ku je? Ma thujnë qik? Ti ku je? Unë isha të guzhina. Po pra, pse u futet muhabet? Po atë po boj muhabeti. Ku ishe ti te kjo situata, mund ta di? Po ku është pjesa, për ty që ka pjesa jote? Për mua që tjetri vjen më thërret, nuk e di ku t'ka thirrën ty, nuk po flas për lavanderia, se te lavanderia nuk isha. Po atëherë mos thuj që atëherë, kur nuk e di se si janë gjërat, mos fol para kohë, po jo, pra nuk po flisja për atje, e kupto? Po si erdhi Gerta, ku erdha unë? Unë isha këtu me Gjibanin. Mos e ndiskot, ai tha, kështu e ka parë, ti korrigjoj. O Lori, dëgjoj, ti nuk e kupton që këto janë duke përhapur në për shtëpi. Këto. Lori, këto, ky me Gjestin dhe me Danjën, me Amberin dhe me Eglin janë duke përhapur në për shtëpi një alibi që Gerta nuk ka asgjë dhe po futet. Që ti shef dy njerëz, ti shef dy njerëz që debatojnë edhe zhjen, edhe ulesh ke çepin karrige, edhe shefe. Pastaj, shef dikë që po jep një mendim për situatën e caktuar, e dëgjon dhe vjen ti përsërit atë çfarë tha ai në mënyrë më të moderuar dhe ta kam shprehur. O Xeni, po të them edhe një herë. Nuk e di për të lavanderia, po flisja për këtu. Po nuk e di, kur nuk e di vërtet. Po flas për këtu pra. Mos di në konstatime, kupton ç'a po thua. Kujt i bën thirrje se ka një publiku që Gerta s'bën asgjë dhe futet në situata. Po s'po them që s'bën asgjë, amor. Kjo ka filluar të përhapet në të gjithë nga grupi juaj.